Jam shumë i kënaqur me përgjigjen. Normalisht që s'kesh i kënaqur me ato, nuk keni qenë shumë serioz për mi bo qeverinë në zgjedhjet e kalume. Unë nuk kam po, edhe do me thonë, jo veç nuk ju ma juve përgjithës, po për mu edhe subjekte tjera politike majnë përgjithësi që nuk janë kriju. Se as ata nuk kam pas seriozitet, por unë shpresoj që peshën si fitu zgjedhjeve e manë lëvizjave të vendosje, me të regu seriozitet, edhe nëse këto subjekte tjera nuk të regojnë seriozitet, atëre i dënon populli. Do me thonë, po ju duni me të regu seriozitet të amon, jo me bo lojën, se sot, në ditën e sodit, në shekullin 21, nuk mund kërkush me mashtru votusin. Ata krejt e nin, krejt në nin neve që ka po flasëm, juve, debatet i përcjellin deklaratat, në kohën e rrjeteve sociale, në kohën e mediumeve publike, edhe nëse një gjë e tillë, nëse ju tregoni seriozitet, edhe subjekte tjera nuk e tregojnë një gjë të tillë, t'jeni të bindur që i kanë mi denu. Por në anën tjetër, ekziston një rrezik që mi ju denu të gjithëve, sepse janë lodh njerëzit. Për që ata nuk bën më me baj gare me shtet, do të më mbledh, neve na presim procese për para, do të me sakrifiku, na jetojmë demokraci, na besojmë në marrëveshje, do të më ujtë më marrëvesh, marrëveshjet më bo, me formu institucionet forta, me formu qeverit fort, edhe me vazhdu shteti jonë për para, sepse na jemi në një moment delikat, edhe kaq shumë kohë, na mës me pas qeveri, me të vërtet, është turp për gjitha partit. Inshallah se sheqet pjesë kushtrimi se do më na marrë Ismetin politikos, si analist. Nuk shkojnë në politiko, unë jam me sportin, por si qytetar,